Dje rreth orës 12:20 në fshatin Reqice Vogël të Tetovës, punonjësit policor nga sektori për punë të brendshme Tetov privuan nga liria personin MA 39 vjeç nga ky fshat, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm se më datë 1 nëntor 2025, rreth orës 22:30 në rrugën 168 në Tetov, kishte kërcënuar personin KA 27 vjeç nga fshati Gradeci Gostivarit dhe shokun e tij. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 21:40 në rrugën Goce Delçev në Gostivar, punonjësit policor të Departamentit për punë të brendshme Gostivar privuan nga liria MF 39 vjeç nga Gostivari, i cili ishte denoncuar nga partnerja e tij jashtëmartësore, 43 vjeçare, se e kishte sulmuar fizikisht duke përdorur edhe mjete të forta. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 13 në fshatin Forin të Gostivarit, punonjësit policor të njësisë policore Çegran privuan nga liria MU 48 vjeç nga fshati Forin për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale vjedhje e rëndë në një automjet në fshat. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm pas mesnate në një fshat të Tetovës, punonjësit policor të SPB Tetov privuan nga liria SR 40 vjeç, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm se një ditë më parë në oborrin e shtëpisë së tyre familjare kishte sulmuar fizikisht baban e tij 71 vjeçar. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Mbrëm rreth orës 23:50 në Gostivar, punonjësit policor të Departamentit për punë të brendshme Gostivar privuan nga liria HM 37 vjeç nga Gostivari, duke vepruar sipas një denoncimi të mëparshëm se në shtëpinë familjare ishte sjellë në mënyrë agresive dhe kishte kërcënuar anëtarët e familjes së tij. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 16 në fshatin Kamjan të Tetovës, punonjësit policor të njësisë policore Kamjan privuan nga liria AO 46 vjeç nga fshati Pirok, i cili ishte denoncuar nga NM 32 vjeç se rreth orës 13:20 në një objekt hotelerik në fshat e kishte sulmuar fizikisht duke e tentuar të përdorë edhe një mjet të mprehtë, por ishte penguar nga të pranishmit. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit, kundër tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 16 në sektorin për punë të brendshme Tetov, është denoncuar se në bulevardin Blagoja Toska Tetov, një automjet i pasagjerëve ka goditur një fëmijë 7 vjeçar këmbësor nga Tetova, pas çka shoferi me automjet është larguar nga vendngjarja. Në aksident, i mitur i ka pësuar lëndime të rënda trupore, të konstatuara edhe nga Spitali Klinik Tetov. Është kryer mbikëqyrje edhe nga ekipi i SPB Tetov dhe po ndërmerren masa për gjetjen e shoferit dhe për zbardhjen e plotë të rastit.